Shikus të nderuar, mirë mbrëma. Sonte kena mu knoq, sepse e kem një musafir të veçantë. E ka një zonë që veshin ta knoq. Jo veç veshin, ta knoq nejen, muhabetin, ta knoq darsmen, synetin e krejt. Sonte e kam një këngëtar shumë i madh, i dashtën për publikën. Sa herë e kënon kongën, lëtet e mia t'i lë amanet. Krejt salla kajnë. Dikush konë se e kalon dashnërja, dikush konë se i dhemdhomi, dikush konë se i vjedherata kreditit. Sonte në sofër na ka nderu Aziz Borati. Aziz? Përshëndetje, Barza Sali. A je burri fort? Mirë, faleminderit. A je lull? Jo. Veç po për trihesh, sans për talen. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që sot t'jem zbashku me ty, e sidomos këtë emisionin tanë shumë të qëllum. Unë dëshiroj ty si gjithmonë, punë, shëndetet mira. Faleminderit shumë, një ambient pak më ndryshe. Boll E kum shëndru që të ambient sofer emision. boll e qëllume. Ju shoh juve përmes ekranit shumë. televizion, gjithmonë kam qef ju pos live në emision me ditë. pak ma A jeni ndryshe. pak ma ndrysh si atje, a pak ma ndrysh? Po, a disa raste ka shemëll kur takona me dasmor, edhe thot, Aziz bre, dyqysh pak ndryshe ko kështë si në S'ka televizor, kesi atje. televizor ndryshe, këtu ndryshe. Edhe unë tash të menu që po më thot, televizor ma mirë, e këtu pak ma keq, po më thojnë të kundërtën, thot, televizor mirë dokësh, a mo kështu ma mirë po dokësh. Edhe thuin a ke po në televizor po dukesh dyqysh ma i madh, atë rrit kamera, a qka? Një mirë rish lirë, se me konë shpet tonë. Vjen mirë Barza Sali, në sofrën tonë, si gjithmonë ne jemi miq të vjetër. Shumë të më. Edhe sidomos ku kem qëllu zbashku, E kena kallë. qyshe të cekën fillim, ku kem qëllu zbashku, dyqysh u lidh, hesapi, edhe u dalë shumë mirë. Aziz, për fillim apë na kallëzën, kur i ke morë hapat e parë për me knu? Nashta hapa s'ke morë, po ke morë sirup. Kur ja ke nis me knu mas pari? Mirë e ki. Peshtroj pak i muhabet. Po si gjithmonë, shemëll intervistat që bëhen, pa marë parasysh intervistat që bëhen kur ke fillue. Me ditë pak. Me ditë njerëzit, po si do që tjetë, ndoshta për neve kjo është pak si shemëll kjo pyetje, po mirë thove ti për shikuesit, e na du të me tregue. Edhe që shkem fillu, se s'kem fillu na direkt në sken, edhe direkt me kvalitete, me pune, po si gjithmonë, si gjdo person i sukses shumë, pa marë parasysh në qëfar lëmije është, ai ka pas vështërsi. Veç kushtreje se gjdo sukses e ka atë vështërsi. Edhe që atë vështërsi, une ty ta tregoj edhe shikuesve tonë. Të pos parasysh që ne jemi nga Macedonia e Veriut, edhe jemi prej një fshati ku kum lind, është fshati Hasanbeg, lagja e Hasanbegut, kurse prej ardhen e kam nga fshati Brez. Fshati Brez është një malësi e Karadakut që nifet Brez pas Brezi edhe për traditat burërore, edhe për traditat shqiptare, edhe për folklorin. Kështu që prind, babën e kam me prejardhin nga fshati Brez, unë vetë jam i lindu në fshatin Hasanbeg të Shkupit, kurse mandej jemi dalë në qytet edhe me shumë vështërsi, si gjdo i ri me dëshirë. Nuk kom pas ai farë shemët për krahjen e kam fjallën familjare, apo kupton, me traditat tona për parat, shka po kënon, apo kupton, kjo është zanat i tjetër kujt, bile agja jem, është bo për amet, i ke agjës, ja beke, kjo zanat nuk o joni. Po ti e ke marë, ja beke po, ja pa fshajrin, e bash me shnet. E bash me shnet, ja beke po, kjo zanat është i tjetër kujt. E kështë e fjallën, e di për shka e për dashtë tëmë, po ja beke burnin më se hup, se kjo lypja beke burni. E ta prish burnin kjo. E kjo ja beke mundet me ta prish. Lakmia, ose
Pa marë parasysh, tash lakmia përgjithsi, s'po du t'i... Edhe në si të ri, ishin disa shoqëri kulturo-artistike, kisha dëshirë që të shkoj në për shoqëri, si themi, shkojsha i ndëgjojsha të dera, edhe më largojshin. Po, pasane me kalimin e kohës, ka qenë një stadion të fshati, i futbolit, edhe aty, në thusit të ditën mas shkollë, erish me gjeneratën tonë, si gjdo fshat që i ka ato, edhe që aty lushim futbal, edhe ndërko, edhe kënojsha me aktivitete, edhe mandej e morën veshi Azizi. Pas ka prinjëri. Po, edhe mandej më thirën aty, të ajo shështria kulturartistike, ka qenë. Mandej ka pas shumë muzicienta interesant fshati, nuk po du t'i cekim me emna se janë shumë. Instrumentalista ka pasën mas shumë ti në atë rrethinën e Shkupit, fshati Hasanbek, që janë njoftë, do më thonë, për si instrumentalista. Edhe kurse mandej me ndihmën e aty në shokve vendasme, mandej u qelën rrugt, gjdo darsëm që unë mbajke në fshatin tonë, jo për mu lavdru, pa mu nuk u bajke. Do më thonë, kishtë orkester, por pa këndu une nuk e Badi hava, s'ka pos jeshia të sheret. Po normal ato fshati, kanë përkra dhe jam mirë njësë në atë kuptimin. Mandej fillum jashtë fshatit me dalë në qytet, në shoqërinë kulturartistike Ibe Balikuci e Mindoraku, edhe mandej fillum. Kurse albumin e parë që e kum bo, ata që e ceka edhe më herët, albumet për mi bon atë ko, ishte problem se s'ka pas studio private. Kanë qenë shembull vetëm në për radio-televizionin e shtetit, Macedonisë shembull, edhe shembull si ka qenë ish Jugoslavia. Sistemi o komandër i shatër. Po, shembull s'ka pas studio private edhe tu ka kujtu me bo një kong, ose prindi ka shef ti mu bo kongtare se kongtare, i ka kusht edhe qëtë në dekrat. Atëre u konë ndryshe, shembull nëse se ke pas ti kvalitetit. Nëse se ke pas. Nëse se ke pas këta, shembull nuk ke pas mundësiti shembull me hi ati. E tasha pëndëreshin me kompjuterin. Pja ndryshuj tash unë me tash me knu, ma bëj një zonë atje. E ban albumin një kongë të mija që do shta mund është me bo bum. Bosh viral që thojnë Basasali e kalli krejt. Ja pas ka folë zotja të zonë, thojnë qësh ka ditaj. E ku je dollë mas pari me knu? Po që aty deshta të dalë? Atë kanë duar të rëkit publiki, atë kanë thonë, kënë ma të vogël se fëmija në gjëmë janë. Qa ashtu, jo, që une po të tregoj, shemull, kur fillum në atë mënyrën profesionale, kur e panë që shemull kapaciteti jem, atëre e vendosën një album me ma bojë, une isha vetëm 14 vjeqar. Klasë 14? 8, po. 14 vjeqar, albumin e pare këmë bo, në mënyrë profesionale me shumë instrumentalista, edhe në atë ko ka qenën shemull studio radio-televizioni i Macedonisë, Shkup. Edhe s'ka pas aty shemull, e ke bo 3-4, ke startue, ke bo gabim, tash s'ka, hajtë se ta regulloj, po u dasht prej fillimit. Edhe i herën. Edhe ka qenë orari i kufizum. Shemull, mrena 3 orëve, albumin me 8 kongë me kry. Qore s'ke pas? S'ke pas qore. Që ko terminet në Po, shta? se termini ka qenë qashtu. Qa asisoj? Asisoj ka qenë, edhe mandej tu punu, tu angazhu, deshti fati, deshti zoti, u qelën rrugt, mandej prej Shkupit mo ofere Komanova, ato fshatrat e Komanovës, në mishë në për Dasma, edhe në për Lugin, Preshevës, Bujanovë, si shkojshim shpesh, si 3, atëherë Dasma du bëjshin 3 dit. Nuk u bëjke 1 dit, Dasma po bëjke 3 dit. Shemull pitë premten, deri dilën të njëta familje, shemull që aty, kënojshim, mas ditën, bromje, nesërmit, kur u qëshmi prej gjumit, kënojshmi, apet shkëshmi me marë në usën, u këtheshim, të me thonë, sërë mu duke një darsëm, sërë kur tanë vitin jam të e njëta darsëm. Seriosisht po. Edhe, se ka qenë që ashtu sistemi. Edhe,
ka dasht fati, mandej u zgjanu. U qelen në rrugë të në ontë, edhe mandej fillum diaspora, kishte shumë gurbetçar, shemë si gjithmonë na shqiptarë që kemi gjdo shpi, ka një antarë të familjes, e kemi jashtë. E sidomos nësë që kena prej qefit, po prej zorit në atë kohë. Prej zorit, prej kafshat bokë. Për me mojtë familje. Bakshishin e parë kër e ke marë, a je gëzu ti ma shumë, a orkestra këni? Po, në atë kohë si thëmi, në shemë, s'kena punu me një orkestra, po kena punu me shumë orkestra. Po, u konë problem se shemë, kër shkesha të shpia, familja të ishin, kuj ke marë të pare? Kalzona ka. Kalzona kuj ke marë, po ti i ri, po qështu në mi dhanë në darsëm. Jo, të ishin, nuk o e mund shme. Qështu në darsëm do të me qo parës, jo me marë. Po dhe. Qashtu u ko kanë menu. Qashtu u konën, po, ma dhe e kuptunë që unë në për darsëm, ma më dëshë si thmi, dëshë si i ri, po deshti fati për cekja dhe njëre zoti është i madhë, atë rësken një e gjdo kujna, do të mi adhon hakun me shfridzu edhe zoti i qelë rrugët. Po, ma ndej, fati jem ka qenë që kum pas shumë bashkëpunime të mira, bashkëpunime duhura në bashkë për në atë ko. E ma ndej dolem diasporat mërzitun, apo kuptane, ma ndej u takova me shumë kolege, koncerte, mbromje, bashkëpunime, duete, të natë mirat e Zotit. Kur përmene bashkëpunimin, atë kujtohet dueti par edhe i funit tash se ke po? Dueti par ka qenë, mas e bona albumin e par, fillova me bashkëpunu me një shok, tash e kam mik, normal generata është ma i vjetër se one, po e kam shok, e kam mik, Eshref Sulejmani, ka qenë një produksion Algro, i Kumanovës, por a i nuhiti diçka nga one edhe erte shpia me nusën e vetë, hyni mrena, a ka bujrum, baba jemi ndjerë, tha hajde bujrum, tha nuk pot njo, po hajde bujrum, erdë hyni mrena, djallë burri i kulturum, burri i ndërshëm, tha unë ku mardë me nusën, ja marrë tha qështu, kam qef djallit juj, mi abo një album, edhe a i do marrë vesh, normal prindi si prindi, u gëzu, i erdë mirë, edhe një duet e kum pas duetin e parë, ka qenë një bashkëshpshatare jemi aty, në atë kohë ka këndu mirë, që shvizë e rastin të përshëndes, ajo të shka familje, jeton në Zvicër, i badet e veseli, do me thonë duetin e parë, e kum pas me ta. A kurse duetin e mramët, tash gjdo mu jena të bo, konga, kemi dueti me Linda Hakaj, është dueti i mramët me Linda Hakaj, që e përshëndes nga zemra, kemi oferta në përdasma, po në shofin, po kemi bashkëpunime të lloj-llojshme edhe me shumë këngëtare, që mos t'i ceki tash krejt për me njëherë, po si do se tjetë kemi bashkëpunime, ashtu na dojnë, ashtu na kanë pëlqy, na kanë pranue publiku, se gjdo këngëtar i ka ato fansat e vetë. S'po thom adhurus, po... Simpatizant, si këto partijë kanë të vetë. Po, ato dashamirë. E kështu që ne mundohemi të paktën që ato t'i majmi, mës t'i zhgënjim, po si do që tjetë reklama ma e mirë edhe bindja ma e mirë për një musafir, për një dashamirë që dënë t'ju është life. A i qef takon me najdarsëm, është me familjen e vetë, edhe në dëgjën, edhe nëse kënaqet, a i nuk të harron, edhe të fton edhe në për ahengje tjera familjare. I kum pa njerëzit se lojnë shumë amanete. Pse ti për shembull amanet e ke lënë lotët e mia ti lë amanet? Kuna ja ke lënë? Po. Se baladen e shkrin të qysh. Po, une zakonisht tekstet nuk i baj. Une vetëm kongat i këndoj, tekstin e ka bo tjetër kush, por mu më ka pëlqy. Edhe t'ka flenjë shpirë. Po, më ka pëlqy teksti, edhe Kreshniku e ka bo tekstin. Kreshnik Avdiu e ka bo tekstin. I ferizojt. Por teksti ka qenë bashkëpunim me të ndjerin Ylber Aliun, nipin e vlezërve Aliu. A i ka qenë me mu në studio të Virusi
në gjatë mujovi në Tetov, kem qenë zbashku, edhe në udeshke pa tjetër disa fjalë mi rymu, edhe aty qiloj edhe Ylberi, Rametlia, edhe Virusi, edhe me ndihmën e Ylberit edhe Virusit, u formu kjo këngë, do me thonë, kjo melodi, kjo këngë. Kurse melodien, si ide, ma ka dhonën Nusret Hasani, është antari grupit tem, edhe me një fjallë u përshtat, u lidh, edhe kur e këndova, dul film tash po thojnë. E me këtë balad, a i ke bashku shumë njerëz, a i ke nda shumë njerëz? Kjo balad faktikisht është si një kujtim, shemull, kush e kujton diçka, qysh e ceke ma heret, të kalumën, do me thonë e prej. Ishin, këta trit po thënë ish, s'di shka ish, aji. Diçka ka pas ma heret. Që ka pas ma heret pak diçka, që ato besoj që i prejk pak ma tepër. Po si do që tjetë disa artistat vjetër, thojnë nuk ka këngë të keqe. Këngë të keqe nuk ka, por ka interpretim të keqë. Nëse shemull ti e ke bo një këngë shumë të mirë, edhe ja ofron nëj artistit, nëj këngëtarit, edhe ti ki qef aj me këndu që është mas miri, por e këndon, po ti pimrena thue, mire ka këndu, po nuk ja ka dhonë hakin. Edhe faktikisht këngët janë të mira kret, por ka interpretim dopt ose shumë të mirë. Thojnë se muzika është ushqimi shpirtit. A ushqesh me balad, a me talava, a me këngë të sofra, a me popullore. Cilat shkon ma e dënë? Une fati jem e ceka pak ma herët, por edhe tash pe ceki prap, jam falënderus ndaj Zotit, krijuesit ton, që na ka dhonë sa do kudo pak atë aftësinë që mujmë mi këndu edhe këngët dasmash. Ajo është arsyeja që na ftojnë. Fill vallet, tap. Po. Do me thonë aftësia Zotit që ashtu ka dashtën edhe për atë shka knaftojnë në përdasma, që thoj ke njani, jo që jam une i bukur, po do të me kry punën që është mas miri, edhe nifem si këngëtari ahengjeve familjari i dasmave, këngë dasmash, po përveç asaj, gjdo të dasëm prej meje kërkojnë sofra. Prej meje, thojnë aziz, u knatë shumë mirë, jena të kalu u kënaqë shumë, por e kena bo gati sofrën, kur me qitë sofrën. Do me thonë, jo aban me qitë. Doj na me qitë. Kur, po thu ti. Që dhe me pa tjetër. Që dhe me pa tjetër sofra, po kur me qitë. Edhe tash, është taj momenti, si zdo artist që shamall para se me prej tortën, janë një gjysore të mira që nuk banë edhe pa ta. Afrohen tonë. Afrohen tonë, edhe traditat tona nuk harrohen, edhe kur t'ja knëshën sofër, zotit shpis, zotit shpis të rrit nera. A kërset kalashja, kërset shupljoka. Po, a i do barvesh, bëhet me një fjallë, bëhet shumë mirë, edhe në kam pranu qashtu, i dojnë ato kongat që shiknojnë në atë mënyrën teme, ato kongë patriotike që janë, që është më katë, më smiknu, mrena natës, në kongë patriotike që e më në sofër. Po janë edhe do konga dvjetra popullore, që i thojnë kongë gjakovare. Me jare. Po edhe ato janë kongat mira, që shemull gërshetohet sofra me kongë dvjetra popullore, me në kongë patriotike, edhe kur të kryet ajo, vetëm masanej personeli i lokalit e silin tortën për qiftin, edhe në i balat që thove ti lotët e mija, edhe atër përmbyllet. Edhe mandej dasmori të përcjell që thë ke një shok se na kemi edhe hajgare, por s'po du shumë këto, po... Ja edhe që tash edhe pak hajgaret ka pak, po... Shemall që thë ke një koleg, jaron jemi dasmort muhe përcjellin dhe të parkingi. Do me thonën, ja ka bo kret, ato ja ka plëcu kret dëshirat e mrena natës, edhe normal, shemall, dasmori ka me të përcjell dhe të parkingu. E shemall, nëse s'ja ke plëcu ti ato dëshira, i mundet me thonë,
sa ju kam bërç. Po, mos me dal heq. Nashta, jo, mos me dal, për nashta që aty as dorën nuk të hep. E shemull na, falë Zotit, e krymë punën në atë mënyrën tonë. Nuk e kursejmë vetën, e jopi maksimumin që ato mundësi tonë që i kemi, edhe dohën të knoqën. Masa ne një dasmor, mas i tirë, mas 2-3 ditve, edhe tirë, ka qef me të falenderu në përmjet të telefonit, aty është puna mirë. Këthejmë apet të dasë, pa diqë po shkojmë pak me marketing. Shkojmë pak me marketing e këthejmë në Sofër. Sofra Salihut është veç bereqet. Sofra si ka orë një përkraje, një mbështetje nga Gjermania, nga një firmë e madhe, nga një firmë serioze, mbi gjitha nga një firmë shqiptare, nga firma LNG Gacaferi GmbH, e cila merret me gjitha renovimet e brendshme. Bili mu më thanë, Agja Sali, edhe ty keme të renovu. Thash, ani bre bace, ja u besoj juve renovimin. Falënderoj shumë Lani Gacaferi, LNG Gacaferi GmbH. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka të shkësh, bane breka i shpi. A që Arjani Kompani ka po shkojke, po marojke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtin, e tash edhe banesa në zemër të Obilicit, Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të Mishtore Gjoshkon i gjeni gjitha produktet e mishit. A që ju, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të Mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjonit gashme. Nuk keni nevoj mu lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të Mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtin, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon kur nuk ta len sofrën thot. Gjithmonë kom pas shef në kjerët mira, kjerët rahachme, kjerët amat për plesh komode, që edhe ku t'i grash, as kafen më t'a delë. Kej këto kjerët mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kjerëv të muj autocenter. Të muj autocenter, shko një kom, e këtheni me kjerë, muj autocenter. Metalbau, nishi është për prodhimin e gjitha produktev metalike. Shkata shesyni, po ta marojke Metalbau. Dyrë tekrit mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjonit të Metalbau. Metalbau jo se punën, e vepron, e monton në këtë Kosovën, por në këtë diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. E tash po shkoj pak në Hanover, Gjermanis. Kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë serioze. Po shkojmë dhe Zmojlaj. Zmojlaj Bau, e cila merret me të gjitha llojet të ndërtime. Po marojke prijos dhe në zhe. Anje ka dhe Zmojlaj Haos Teknik, e cila merret me instalimin e rrymes, ujt edhe nxemjes. A, për nxemje këta ishin kapake. Këta po të nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmojlaj. E tash po nalëm pak në klin. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejti gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thojnë fëmija jam ti e baba, edhe Bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics po zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në Pej edhe në Prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në klin e ka edhe restoranin e vetë.
restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjendet në klinë në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kere franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kere franceze është auto-eni. Servis i specializuar për kere franceze. Për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerëm, po edhe shet kere të mira. Auto-eni i cili gjindet magistralen Prishtin-Mitrovic në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-eni. Pas marketingut këthejemi në sofër. Apo mu është me nejtë? Une tregova, une bile knasës shtu. Allah hile. Po, vallaj. Une për që ta ja marrë me qefte ti bëca sali. Se ta di emisioni. Bili thoat vi me sofër tem. Po dhe? Jo se e kam sofër. Po so bat e losh. Po dhe se une sofrën e maj me vekti. Me sofër tem. Jeni shumë aktiv në dasma në hengje familjare. Qysh kalerin përgjësi edhe ka bon dasmat ma të mira. Ka të kalon lezet, a nashta nuk veçan heq, këtë njej. Unë të thëmë drejtën nuk i veçoj për shak se qëta njerës që naftojnë, ata janë të informu për punën tonë. Apo kuptat? Po si do që tjetë gjdo trev e jona e ka atë lezetin e vetë. Shemëll në Kosovë kemi reportarin ndryshe. Po, se dalojnë për janë. Po shemëll në Gostivar, kur shkojmë, është reportari pak më ndryshe, se lypët disa kongë pak më ndryshe. Kërqova, shemëll Kumanova, Shkupi, Ferizaj, Vitia, Giloni, Presheva, Lugina, Bujanov, e kanë si njejtë. Apo kuptanë, edhe nuk kemi kur një farë të lashë. Ata që naftojnë, e din që kanë me kalu mirë, edhe unë të tregova reklama ma e mirë se dasma nuk ka, se shemëll janë kushtimisht, po thomë, 300 musafir, që ata 300 musafir, ata janë prezent me grue, me familje, me nipa, mesa. Nëse ju pëlqen, ato kanë me ta bo muhabetin për mirë, por është edhe e kundërta. Nëse nuk s'ju ke pëlqy, ato kanë me ta bo muhabetin për jo për mirë. Po si do që tjetë, ata që në ndjeki neve, ata që në dëgjoj neve, kemi shumë dashamirë stilit tonë të muzikës që e bojmë, edhe besoj që për atë shkak në thrasi 1 vjetë për para, ose 2 vjetë për para, po ka rast edhe 3 vjetë për para. Të pas parasysh pushimet, këto gurbet qartë i din, kretë. Sezonën e verës, masha. Sezonën e verës, korrik edhe gusht. A ke haru në herë me shku në dasëm? Ajo mu së më ka bo vaki, edhe ishala kur njetë nuk më banë vaki, as mu, as kërkujt prej kolegve, nuk ja dëshiroj këta. Se është jo punë e mirë, për shak se a i ka pas besim, ka ftu. 1 vjetë ma heret, për shembull, ka ftu. Po, t'i shembull, kur të fton personin telefon, a i të regjistroje. E ti tash dush me regjistru. Po s'ka do gjumi për shembull? Po ti shembull, dush me regjistru emnin, biemnin, datën, restorantin, sallën, prej sa ora, dhe sa ora. Por si do që t'jetë, unë dhe tash, falë Zotit, nuk kena bo kësi lloj gabime, se kam ekipin e gjanë, shembull, kam vllaznit e me. Familjarisht jo? Po, vllau jem Gazmendi është me tupona, Nipi Edmondi është me saksafon klarinet, Senadi është me tarabuk, Didi është i granë kombit me dhondrin tem, me zërimin me këta, shembull, edhe krejt ata i menaxhojnë edhe punën e Facebookut, Instagramit, TikTokut, shembull, edhe nëse thirr dikush për një darsëm, për një datë, do me thonë du të në 5 vene mu shkru. Toni shkrujnë? 5 vene shkru. Ja, s'po harrej ka kur. E kështu a një habit, vetë si me hinë darsëm i një hinë të pame. Ashtu nuk në ka bova ki, po kur shkujnë në pame, kanë respekt njerëzit edhe
edhe na respektojnë, takohemi shpesh me shembull shpesh. Kur vjen puna që jemi detyruar me shku ndaj të pame, te ndaj mik, te ndaj shok, te ndaj që shtojnë mik mas miku, edhe kur shkojmë aty zakonisht qëllon ai hoç. Po. Edhe tash ato që janë përreth thojnë e ngacmojnë hoxhën, i thojnë hoxho, apo ki xhelozi për Azizin, ta ka marrë punën, përbara shumë punë ju keni pas në përdarsma. Se shkojshin ato, i bajshin një çaj, i bajshin ato ceremonijat fetare, hajshin e pishin e mandi ishte tradita të përcjell hoxhën, jashtë ishin xhep, njoni qikat. Edhe i thika, po xhelozoni tash për këngëtar që e bajshmi pak hajgare, po si do që tjetë, këto janë tradita tona, nuk këna gabue, por kur shkojmë, del ajo e pame, del pak edhe si loj humori që është mirë. Shpehet pak, e hu pak mërzin pak, e kalon pak. E kalon atë. E ndarësëm kush lodhet ma shumë, këngëtari a dhëndri? Po ka raste që dhëndri lodhet, po unë i thom, o dhëndër, mësë lodhër pusho. Ki mu lodhë ma vëndi. A për kuptat, thom mësë lodhë, o dhëndër, dush me pushu ka pak, se ato ka raste shemull, prindi, baba, nona, thojnë, thuj, letullet. Letullet, pa. Që s'dy munale, a? Po ka dhe si raste. A ka dhe kësi se jesin që qëma Apo ka dhe si që unë i thom, o dhëndër, kesh bre pak be. Nuk keshin, a? Kesh bre, i thom, kesh be pak. Jo, bre. Se tipi, adi tipi njerit. Edhe i vjen marrë, pak ngushtohet. Po ngushtohet. Edhe hera parë të u martu. Po dhe nashta era parë. Zdijet. Po dhe nuk dijet. E ku ti eshtë tuknu, a i këqyr dasmur të valzu, a këqyr tavolinën e bakshishit të nej? Këshire, puna... Apo livrit në ishe? Mirë, pyetje me ven. Ne kemi pazarin. Ka shumë raste shemull, kur pazaromi, dasmori thot, te une keni me kalu, kemi pa vetë, kimo qudit. Kimo qudit, te une. Unë i thomë, zëtni, une u pazarova me ti, unë ta lipa hakin tem, jam veti 10, faktikisht 5 instrumentalista, i kam veti 6, zërimi, transporti, ata që i ngarkojnë, i shkarkojnë, faktikisht jemi 10 veta. Edhe e lypja të hakin që në takon neve, por, aje që ka qef me gjujt, nuk e nali. Jo, më qysh me gjujt, kështu a kështu? Jo, me gjujt pare, nuk e nali, thom, taman, gjujti, por nuk jena prej atyne që lakmojna, me lakmoje, shemal, Salia ka darsëm, e marton djalin, ka dal Hasani knej, gjun pare, edhe unë tash e kom harru Salien, basën Sali, edhe te Hasani jam dal, unë ta natën t'i thua Aziz bre, po unë e be jam të martu darsëm, unë jam të martu djal, unë kam darsëm, po mu së më ka ndodhë kjo fatë mirësisht se nuk lakmoj. E dojna, për ata punojna. Aja respekt. Por du të mi respektu kret nga pak, por du të mu ditë që nata është e Bacit Sali. Po. Edhe tash, dërkoti, mund është mi përshëndet, miqasin, dajen, hallën, nipat, mesat, kojshit, kusherit, farefisin, por mas me haru dhondrin edhe zotin e shpis. Se i ban nera atina. Për taj e shku. Se për taj e shku. Ajt ka godit. Apo kupta. E ka raste, edhe kësi raste ka që shemull, këngëtari ka këndu ta në natën për tjetër kanë, edhe kur u kry nata, e kalon ashtë të zotin e shpis. E kalon zotin e shpis, por ka edhe pjatyne që i ka thonën, kalon shmirë natën e mirë, po ta krymina punën... E pagjes. Ja, ka thonë shko me Hasanin. Ajti jep. Ajti jep. Pas ka dhe kështu, a? Kum një qështu që i ka ndodhë. Por nuk po cikë. A ka kësi raste ku ti shtuknu, dvjen dikush të veshit, dekoncentrat krejt, qepi sistemi krejt? Ka si raste që shemal tuknu e mundohen shemal me ta kujtu në i kongë, këtë kongë, atë kongë, apo ma kënën këtë kongë, po si dhe që tjetë në respektojnë shumë, shemal nëse nuk e kena në reportar, i thomë, më falë, po nuk e kam në reportar, shemal. A ka raste ta ka lyp në i kongë e se ke ditë? Po ka raste. Ka dhe si raste që shemal e lyp në i kongë të vjetër që nuk këndohet me muzikën popullore. Tash po. Po, edhe
shemëll, nuk këndohet, nuk përputhet, edhe tash ti nuk mund është një personit mi abot shefin se nuk përputhet, ose është shumë e gjatë konga. Për para që i janë konë me folklor, shemëll. Nuk mund është, janë disa konga të bukra, që shemëll mrena 20-30 minutave e përmbyllat sofrën në mënyrë shumë të lezetshme, shumë të këndshme, edhe del shumë pozit mirë. Apo kupton, që ato konga që këndohen, shemëll unë e komponua edhe me grupin Korona, me Nusret Buqiqin. Nusret Buqiqi e ka pas atë programin, unë kam qenë i ri 21 vjet, 2 vjet i kom pas kur fillu me ta me punu, që shpizdo rastin të përshëndes dhe ti falenderoj për mbështetjen, nuk jam njeri që i harroj senet, jam mirënjohës, edhe për atë shkak e cekin çdo emision. Bines, kom pas kritika prej kolegëve në Macedonim, kanë thonë shumë pi përmen. Po une do t'i përmeni desat jam gjallë se unë jam mirënjohës. Unë jam mirënjohës, unë jam njeri familjar. Unë jam njeri familjar që me këtë punë, me këtë profesion e ruj familjen. Edhe të mirat që mi ka bo dikush, unë i përmeni. Edhe të mirat që mi ka bo dikush, unë nuk i harroj. Jam mirënjohës. Edhe për atë shkak i ceki këtë sene, ku e pata fjallën, Nusret Buqiqi, kur filloj keme sofër, Jestambegun ato kongat meren flaka i dilke shemëll. Gjysore, më gjysore, shemëll flaka i dilke edhe. Ajo është arsyeja që shemëll si ri ku marë shumë mësime prej atyne edhe i kom bo një farë kombinimi të mirë unë me ekipën teme, me grupin Gazmendet, edhe kemi disa sofra që çdo vit, nuk po thomë, por ndryshani. E bojmë edhe ka një sofër, kështu ka një kombinim me një kongë të vjetër. Ka i sofër dytë me shti? Pa. Kam potpori me Ramadan Krasniqin, kam potpori me Selajdin Miftari, me Salushin, kam potpori me Vlezit Aliu, edhe faktikisht disa sofra që i kemë bo kombinime shumë të mira të hatashme që sot mi lëshu ki qef mingu ata. Edhe me pika të shkurta du ta përfundoj këtë temë që jemi. Aziz Morati është këtë që jam, që e ceka, pa e shtu asni fjallë, edhe pa e hik asni fjallë, por vetëm kam qef realitetin me tregu. Ashtu jam i lindun dhe ashtu do të vdes. Azizi Sofrës. Azizi Sofrës për momentin, se kanë thonë pleqt për para, që shuveni, do të më boku veni. E nëse shemëll une jam i ftum të Baca Salin Sofër, edhe flasë për diçka s'ka kuptim me Sofrën, atëre nuk jam Azizi. E për atë shkak une po mundona mu përshtatë Sofrës tënde që jam i ftum sonte. Unë në fillim thash, ta knaqë veshin, ta knaqë edhe nejnë e muhabetin. Ka ta silsh Azizin e të ki, me tanat. Me mbromje qysh për kaleni. A ka halo këtu mbromje, a jenë rrallo pak. Shkja pandemija pak i ka pështjel për më doket. Si jenë kon... E vërtet, është. Une, si Aziz Morati, si këngëtar i muzikës popullore, nuk kam kam mbromjet rinore. Do me thonë, e kum pas atë stilin edhe dëshira jeme ka qenë që t'jem në për arrinjë familjare. Edhe mbromjet familjare, pa thamë, përgjësipi kapi, jo viqenore, edhe familjare. Mbromje familjare nuk ka mu. Viti i ri ju kohë, 28 nëntori. 28 nëntori, viti i ri ka qenë shemër, 3-4 dit ka qenë shemër. Tritë nishi. Nishi, dhe me dytin u konë. Dhe me tretin. Dhe me tre u konë, se shemër tritë nishin në për Evropë, ishim ose ka Macedonia tritë nishin e bestojnë, kurse kënej ka Kosova 1, 2, 3 shemër. Edhe, amo tash është nuk pe di tash do shta po gaboj nëse flasë, se njeri ju sa ma shumë që të fole, mundet edhe me gabu. Po, jemi pa teklif të ti edhe po flasë. Shamëll, për para ka qenë ndryshe për shak se kjo është mendimi jem. Në për Evropë, diaspor, mërgjimtartë, telefona, për me po familjen, me kamerë, nuk ka pas. Rrjetet sociale s'ka pasën, edhe kur ka shku një këngëtar, e kanë pritën pa durim. Pajtona, qashtu.
Mande çka ndodhi me një lokal, me një diskotek i njëti këngëtar, prej vitit 2000 dhe tash ka shkue një 50 herë. Po. Edhe Bosh Bajat, Ha? më konë më i miri në botë, jo në Shqiptari, e në Kosovë, Bosh Bajat. Po. Bosh Bajat, se thu, po unë e kesh. Qa me dhonë ma shumë? Kesh para 2 muajve e posh. Ko. E posh, të të unë, a bu kuptan. E logaritet i një këngëtar 50 herë u konë të një lokal, të një diskotek. Qa me dhonë a i ma shumë? Qa me dhonë? Njejten? Se të njëjtën e jep, a bu kuptan. E a darsma është ndryshe. Ja, tjetër se ma ka veta. gëzim, Po. ka gëzim se 50 veta i ka thirë, thotë unë kushtimisht djalin e feja, jo se e martën. Njëherë me martën, njëherë për martën. Shembull, 50 veta, ma i kënaqet me 50 veta. A në diskotek me shku me 50 veta pronari, organizatori, thot, shumë pak njerëzi ka. 50 veta. Se i do 5.000 veta. A e kupton? E kush ta mush ti 500 veta, 5.000 veta shumë, ja. 500 nuk ta mush. Jo, ja, As kanë një ndryshu. këngëtar, s'un ta mush. As 500 veta E leje ma e thëj. leje mo. A e kupton? A kanë diku këto rjetët sociale tash? Kanë diku për shak se A është për të mirë, a për të keqë? shife i derum, da po flasim, të ke një burë i mençun, po flas qatë sa di, Ha, edhe one qashtu për jabaj, sot me ty, po flas qatë sa di. Këto rjetet sociale një plak të ke nëse e përdor për mirë, del o mirë. shumë e mirë, Po, po nëse e përdor për keq, e del shumë keq. Fatkeqësisht na shqiptarët e përdorëm kemi rastet që e përdorim edhe për keq. Shembull, edhe nëse e përdor për keq, nuk del mirë. Po ka orë një kohë që e keqja po dhezë. po dhez, e keqja po dominon, e keqja po mirët për shembull, apo kupton të mirë, a unë nuk muna mi përballu asaj, s'uni përballoj. Shembull, nëse është nevoja rritë e shtëpia, edhe nuk i baj dësene, shka nuk do të mi bo. Shembull, ka këngëtar që live hen edhe kënon, mrena natën kënon aty për disa persona, apo kupton, nuk i di që shkojnë, se asune nuk kam shumë njohuri për këto me rjetet Sociale, po. Po, që përdorën, po thojnë që edhe live hin, kënojnë. Unë s'une baj ata, se nuk jam karakteri, nuk është. Nuk mune Po, nuk muna me të ndrykosh të ndryshën. Sët, aj se shanë, po dhezë. Intelektuali, jo. Intelektuali e thët një fjallë të meqme, aj del, thët dishka shanë, dishka në kollëve ki viral. Janë këto sene për mu që ditë, po të regoj drejtë. A vishte në Balkan, a gjithë konë. Nuk për muj me ditë. Nuk e di, valoj, nuk, po më dukët, kësajde, po më dukët, Balkani komplet. A kina i projekt të shtri? Se ti në gjdo jo projekt, ta vishku të ashe e qiti. Po. Po punojmë për shak se ka ardhur një kohë ashtu që për shembull mos me prodhue thojnë Ha, kumet, qa u kumet, bo? po, qa u bo. Po punojmë për ata që na ndjekin neve. Tashmo të pas parasysh që jemi tu hinë sezon dasmave. Kem bo disa kongë shumë të bukra, kongë dasmash, që çdo shtëpi e shqiptarit një javë para dasmës i lëshon ato konga si janë kongat mira. Edhe për mundzej. E mu ushtru për darë, së tash. Edhe ajo është. Ashtu njifem unë. Azizi njifet si kongtari dasmave edhe i baladave. Por kemi edhe kongë patriotike me qiptelia, kemi sofrat qysh e ceka merët. Ky jam, do më thonë, une e falenderoj krijuesin, e falenderoj Zotin, e mira nuk ka skej, ka mire ma mirë, por ka edhe keqe ma keq. Mos ndrysho, qështu që Unë jam qikit që jam, edhe nuk e kam dërmend me ndryshu. Erdhëm fund të misionit. Aziz, falenderoj shumë. Na ke nderu, na ke respektu. Kum pas qef me të pas live.
Se në televizor e në YouTube e bëllë qisha, po këtu thesha, me të po me ndruna i muhabet me ty. Respekt për ty, Besa Sali, respekt për sofrën tone, respekt për ata shikus që të ndjekin ty, edhe musafir që i thirë ti, po unë besoj që ti nuk gabon se je burri mirë, edhe ata musafir që i thirë, ata që javlen mi thirë, mi ullë në këtë sofrë. Po, faleminderit shumë për ti. Respekt për ty. Fala Maqedonisë Veriore, gjithë shqiptarëve, kudo që janë. E shqyqyrë se i kim. Respekt edhe për ty, unë jam nipi Kosovës, nusën e kam të Kosovës. E dojtë Kosovë? Dojtë Kosovë, vllaznit kretë nusët i kam të Kosovës, kështu që unë ma shumë se 50% jam i Kosovës. Fala Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, diasporës e tonëve. Faleminderit e të fala gjithëve. Shikus të nderuar, ishte me neve sonte Aziz Morati. Mirë mbeqi e shimi javën ashëm me Musafirin e radhës.